Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Adenin. Miq të pasqyrës shqiptare, Tungjat Jeta. Sot në emision kemi gazetarin e njohur të Kosovës, Milaim Zeka. Ne zhvilluam një bisedë pak ditë përpara përfundimit të vizitës së tij në komunitetin shqiptar këtu në Ontario. Gjithashtu, do të ndiqni edhe kronikën e zgjeruar të mbrëmjes në Hamilton, e cila u mbajt me rastin e 103 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Do të kemi edhe shumë njoftime komunitare, prandaj pa humbur kohë, ju ftoj të ndjekim materialet me radhë. Zoti Milaim, në emër të teleshikuesve të këtij emisioni, uroj mirëseardhje në Kanada. Faleminderit, mirësëgjej. Përshtypjet tuaja gjatë këtyre ditëve qëndrimi mes shqiptarëve, kryesisht në Greater Toronto Area, me sa kam marrë vesh, keni qëndruar apo jo? Po, është interesant që diaspora në Kanada, sidomos në këtë shtet ku jemi momentalisht, në fakt dallon prej disa vendeve tjera të cilat i kam vizituar. Si duket këtu kanë ardhur një pjesë shqiptarëve nga Shqipëria, një pjesë shqiptarëve nga Maqedonia që kanë ardhur para 40 viteve dhe ke pjesën e tretë që janë shqiptarë të Kosovës që kanë ardhur kryesisht pak para lufte dhe mbas lufte. Shumicën që i kam takuar këtu janë njerëz të suksesshëm. Dhe i lirë them me keqardhje që vërtet ato thonjet e mia që truri kombit na ka ikur jashtë nga gjitha trojet shqiptare, unë e vërtetova këtë thonje shumë tragjike në fakt, por që qeveritë tona në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni javë kanë vrarë shpresën shqiptarëve, javë kanë mbyllë rrugët për një ardhmëri më të mirë. Dhe këta njerëz që janë të mrekullueshëm këtu, që janë shumë të suksesshëm, që kanë kriju kompani shumë të suksesshme, njerëz të suksesshëm në sport, në muzikë, në ndërtimtari, në restorane, në kompani të ndryshme, këshilluese, takum një djalë shumë të ri që ishte këshilltari i ministrit kanadez, kur të vinë atje shndrohen në zero. Dhe ne duhet ta pyesim veten tonë pse. Sepse me qenë se jemi me 28 nëntor në festën e flamurit, mund të them që as në qeverinë e Ismail Qemajlit, as të Hasan Prishtines, as të Ahmet Zogut, as të Enver Hoxhës, as të Fadil Hoxhës, nuk ka pas kombi shqiptar një klasë politike kaq ignorante, kaq hajdute dhe kaq prostitute. Dhe me thonë, 3 këto komponente i kanë këta politikanë. Nuk gjen askund në botë, përpos Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, që deputet analfabet janë të zhytur deri në fyt në krim të drogës, në krim të vrasjeve, në krim të prostitucionit. Nuk ka askund në Evropë që jetojnë luks më të madh deputetë ndonjë parlamenti evropian, mos flas për Kanadën dhe Suedin, që janë të njohura për thjeshtësi, sikurse jetojnë deputet tonë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Njerëz të cilët janë shndruar në milioner, pa punu kurrë në jetën e tyre pa qoftë edhe një ditë. Zoti Milaim, gazetaria është talent në radh parë, po është edhe guxim. Talenti vjen i lindur, guximin nga e keni? Guximin e kam nga ajo se unë mbështetem në fakte, unë mendoj që gazetaria jonë në vendet balkanike ka shkel çdo rregull të gazetarisë, ka shkel etikën. Gazetarët 90% janë shndruar në vegla të klasës politike atje. Pak ke gazetar të ndershëm, pak ke gazetar të guximshëm. I lirë, po të kishim gazetar, vërtet gazetar në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni, e në vise tjera shqiptare, nuk do ta kishim një klasë politike kaq kriminale, kaq hajdute. Po dhe ne jemi shndruar në hajdut, edhe ne jemi shndruar në kriminal, sepse jemi bërë legena të klasës politike. Dhe cili politikan vjen i fshin hund mbi neve, i lan durt mbi neve, dirigjon se çfarë shkrimesh do botojmë, çfarë emisionesh do bëjmë. Dhe është e çuditshme i lirë se si ka mundësi me gjithë këto para, ne kemi një ekstremizëm kaq të madh në vendet tona edhe të radikalizmit fetar. Një fenomen i tillë nuk ka qenë para lufte. Lind pyetja pse. Mediat në Shqipëri e në Kosovë ndërtuan me paratë e perëndimit, po këto media e sollën frymën e lindjes tek
teleshikus tonë, me gjitha ato telenovela të vendeve turke, arabe, të Amerikës Latine, që mbjellin urrejtje, që mbjellin tradhti familjare, që mbjellin shpërndarje të drogës, të prostitucionit, gjitha këto janë rezultat i mediave tona. Misioni shqiptar e Lumja Nën Tereza organizon mbrëmjen e Krishtlindjes të shtunën më 19 dhjetor në adresën 739 Browns Line e Tobiko. Do të ketë muzik live nga këngëtarja Hana Nik Prelaj e shoqëruar nga Beko Gjelaj. Për bileta kontaktoni në njërin prej 3 numrave të telefonit që shfaqen në ekran. Pra ditën e shtunë më 19 dhjetor, mbrëmja e Krishtlindjes nga misioni shqiptar e Lumja Nën Tereza. Shqip TV, paketa e njohur televizive nëpërmjet internetit, vjen me një ofertë fantastike për shqiptarët e Kanadas. 3 muaj abonim, dekoderi dhe dërgesa postare tërësisht falas. Ju takon të paguani për 15 muaj abonim vetëm $300 dhe asgjë tjetër. Gëzuar festat e nëntorit dhe të fundvitit nga Shqip TV Kanada. Porosit pranohen në zyrën e Travel Only. Thuhet shpeshherë që neve shqiptarët nuk patëm fat, nuk patëm liderat e duhur, po nga ana tjetër pranohet edhe kjo që ekziston te ne shqiptarët kultura e korrupsionit, ndoshta edhe nga që jemi popull i vogël. Nga duhet fillojë çlirimi për këtyre kthetrave, nga lart apo nga poshtë? Unë mendoj nga të dy anët, por klasa politike, së bashku me klasën intelektuale, me shtresën intelektuale, e kanë përgjegjësinë më të madhe. Si ka mundësi, për shembull, që politikant 1, gazetarët 2, mjekët 3 dhe biznismen 4. Është e veshur me pushtet, ekonomik dhe politik. Këta t'jenë kaq kriminal. Ne në Shqipëri e në Kosovë kemi një popull fenomenal. Njerëz të butë në për rrugë, kur vinë të hujtë, kur vinë kanadezët atje mahniten, njerëz të bukur, njerëz punëtor, njerëz të butë. Po kush na udhëheq neve, te për mirë jemi. Kush e qunë vetën intelektual në vendet tona, te për mirë jemi. Shikoni ju lutëm debate televizive që bëhen të ne. Janë gallata, nuk janë debate, nuk përçojnë asë një mesazh tek popullata. Kacafytje, sharje, para kamerave televizive, vetëm për të arritur klikime. Shikoni portalet tona. E gjithë gazetaria është bën showbiz. Ne duhet të ndojmë lajmin prej showbizit, lajmi është lajm, showbizi është showbiz. Prandaj unë mendoj që në të dy anët duhet filloj. Është një shtresë e diamantit tek shqiptarët, sepse ju e dini që diamanti vjen si rezultat i shtypjes të dy anshme. Po kjo shtresë e diamantit o është duke heshtur, o është duke planifikuar për ta lëshuar dheun dhe për tik në vendet perëndimore. Kjo është tragjike. Po këta njerëz që jetojnë në diasporë, përfshirë dhe Kanadan, çfarë roli mund të luajnë në emancipimin e jetës shoqërore, politike në Kosovë dhe në Shqipëri? 1 milion herë kam thënë dhe po eri përsëris. Po të isha kryeministër i Shqipërisë ose i Kosovës, e shqyrë Zotit që nuk jam, unë do e beja vendin tim parajs, do e beja Dubai, vetëm duke ftu diasporën që të investon në tokat shqiptare. Nuk mund të vi një njeri që ka këtu kapital milionsh, e të investoj në Shqipëri, kur për një pronë në Bregdet dalin 5 njerëz me tapi. Nuk mund të vi një njeri të investoj në Kosovë, kur janë zyrtarët e lartë, qeveritarët që kërkojnë direkt rishfet për në xhepin e tyre. Do më thonë, klasa politike atje nuk ka kriju një klim të favorshme për investime. Për ndryshe, në momentin kur do të krijohet kjo klim, sigurisht që mërgjimtarët do të kthehen edhe do investojnë atje. Në mos për asgjë tjetër i lirë të jeton Kanadë, po a ka vend në botë që ka klimën e Shqipërisë edhe të Kosovës? Nuk ka. Atje i shijon 4 stinët e vitit, ndërsa Kanada është kaq e bukur, po e ftoftë, është ndryshe, ne kemi një vend që thot Gjergj Fishta, vetëm Zoti ka ditë me kriju. Dhe pyetja ime e fundit, zoti Milaim, kush ju ftoi dhe me çfarë raste erdhët? Më ka ftu shoqata shqiptaro-kanadeze, që falenderoj shumë kryetaren, Aiden, Bashkim Breznicën, të gjithë Ahmet Jakupin, gjithë kryesin e kësaj shoqate dhe rrjetin e bizneseve shqiptare këtu në kry me Naser Berishën, që vërtet kanë bën një organizim të jashtëzakonshëm. Ne kemi pas një takim ku ishim së bashku para 3 netëve, që ishin dikun rreth 60-70 kompani
të shqiptarëve dhe e kemi kaluar jashtëzakonisht mirë. Faleminderit shumë edhe prej televizionit juaj. Faleminderit për kohën që shpenzuat për teleshikuesit dhe rrugë të mbarë dhe suksese, si thonë këtu në anglisht, keep up with good work. Thank you very much, shumë faleminderit. Ky segment u mundsua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathborn. Zonja dhe zotrin, në 5 vjetorin e themelimit të shoqatës sonë, ky është manifestimi më i madh që kemi mundur ta bëjmë ne, krahasuar edhe me atë 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, dhe ndoshta këtu janë 2 arsye. E para është ardha e Metës, edhe e dyta është ndrrimi i kryetarit. Të nderuar bashkëdhëtar, zonja e zotrin, ju udhëheqësit e shoqatave si Motra, Toronto, London, Montreal. Mirëmbrëma e mirë se keni ardhur në këtë manifestim madhështor. A në kënd rruzët toksor ku ka shqiptar, shënohet e festohet 103 vjetori pavarësisë së Shqipërisë, gjithnjë duke menduar Shqipërinë natyrale e jo Shqipërinë londineze. Historia e shqiptarëve në faqet e saj të shkruara e të pashkruara dëshmon qartë dhe bindshëm për gjakun e derdhur për të arritur në ditën e lavdishme të mëvetësisë. Shqiptarët vazhdojnë të jetojnë të ndarë. Kosova ishte pavarësuar, por e cunguar, ndryshin nga ajo që në 1912 perceptohej si Kosovë. Të tjerët shqiptarë vazhdojnë të jetojnë të shpërndarë në Greqi, Serbi, Maltezi e Maqedoni, duke vazhduar prap luftën, por tani me metoda më paqësore për të drejta që u takojnë. Andaj të nderuar bashkëdhëtar, Shqipëria e popullit shqiptar meriton një vend e familjen europiane. Europa, pas pranimit të popullit shqiptar në xhirin e saj, do jetë më e qetë e më stabile. Në këto festa mos rri vetëm. Merr 150 kanale, 1000 evente plus, 7 ditë regjistrim edhe për mobile. Me Tibo IP TV, partneri digital, oferta për të gjithë bashkëdhetarët nga 28 nëntori në çdo vend të globit. Sepse me Tibo gëzojmë të gjithë bashk. Tibo. Jam Bardhyl Selimi, kam 17 vjet në Kanada. Përshit Bleri Pronash në përmjet Remax ofroj ekspertizën time dhe përkushtimin tim të plot. Vlerësimin e shtëpisë për Bleri Shitje ofroj falas. Faleminderit. Hajde lipse te kamote
Pas mirtit kuksin me thi O thire kosh që do me rëthi Trasletonën do si varin Trasulqinin e tivarin Bujanosim je preševa O suhare ka mali sheva Ej, to galaku po duje Rrethki përgëzime për organizimin e sotëm. Shumë faleminderit i nderuar. Sa kohë keni punuar për këtë program? Për këtë program mund të them lirisht që kemi punuar paraparsisht një muaj ne kryesia, ndërsa mund të thotë që një muaj e gjysmë apo 2 jemi të punuar me grupin e valleve, që ka punuar këtë vit me Nduhije Demiri, që ka qenë koreografe, ndihmëse koreografes ka qenë Amazona Dermaku, muzikën e kam zgjedhur vetë. Ju keni një reputacion të mirë si shoqat që dini të organizoni mbrëmje. Po besoj se një pjesë të meritës e ka dhe këngëtari, apo jo? Nuk e mohojmë atë, po mirë the që kemi reputacion. Mbrëmjet tona zakonisht i 5 vite kalojnë njerëz shumë bukur, e ndihen shumë mirë, dhe kjo po, mirë po dhe këngëtari ka qenë peshë madhe po. Mund ta zbuloni përpara teleshikuesve se sa fonde keni grumbulluar sonte në dobi të arkës së shoqatës? Për momentin nuk mund të themi asgjë. Domthonë jemi akoma, por shifrat akoma janë njerëzit duke ardhur. Sa do t'ju ndihmoj kjo shifër për t'ju afruar qëllimit tuaj për të ndërtuar qendrën kulturore të shqiptarëve të Hamiltonit? Kjo shifër do na ndihmoj bukur shumë. Ne planifikojmë që mbas vitit të ri të marrim një aksion tamam si duhet dhe më serioz që shpresojmë me 17 shkurt ta shpallim që kemi blerë një vend për komunitetin tonë. Ky episod u mundësua pjesërisht nga Mashu Mashu, kuzhinë mesdhetare dhe shërbimi për zemërt nga staf shqiptar, vend ideal për prenotime individuale ose në grup, si dhe për take-out. Në vazhdim të dashur miq të emisionit ton, bloku i njoftimeve të festave të vitit të ri, laps dhe letër në dorë të gjithë të interesuarit. Faleminderit për vëmendjen dhe miropafshim të dielën e ardhshme. Albanian Families Association of Toronto organizon për të tretin vit radhazi mbrëmjen e vitit të ri. Organizatorët ju ftojnë të merrni pjesë në këtë mbrëmje të gëzuar dhe familjare, ku do të ketë muzikë live nga Hamdi Raçi dhe Vertuna Shemshedini, lojra dhe dhurata për fëmijë, llotari e tjerë. Në çmim është përfshirë darka dhe pijet open bar. Telefononi për bileta, jetonin, kujtimin, yllin, jetmirin, Gjankon, Majkun ose Arbenin. Këngëtarja e mirënjohur Valbona Mema mes shqiptarëve në Kanada në mbrëmjen e natës së ndrimit të viteve. Organizatori i mbrëmjeve shqiptare Aldo ju fton si zakonisht në mbrëmjen e tij tradicionale të vitit të ri, më 31 dhjetor në Princess Banquet Hall,
ku do të këndoj live për ju pikërisht Valbona Mema. Marrin pjesë gjithashtu DJ Elvis, si dhe këngëtarja Manjola Tërshana. Biletat janë në shitje. Telefononi sa më parë, do të ketë ushqim të bollshëm, argëtim si asnjëherë tjetër dhe siguri e plotë. Alba Catering and Events organizon si zakonisht mbrëmjen festive dhe argëtuese me rastin e ndrimit të viteve, më 31 dhjetor në Thorncliffe Banquet Center. Jeni të ftuar të shijoni kuzhinën tonë tradicionale, argëtimin muzikor nga DJ i mirënjohur Endi Ali Mehmeti, dhuratat të ndryshme si dhe atmosferën e ngrohtë familjare. Biletat kanë filluar të shiten, ndaj jeni të lutur të telefononi Rudinën në numrin 647 852 57 18. Jeni të mirëpritur nga Alba Catering and Events më 31 dhjetor në Thorncliffe Banquet Center. Me rastin e vitit të ri më 31 dhjetor, duke filluar prej orës 7 të mbrëmjes dhe deri në të gdhirë më 1 janar, muzikantët Ligor dhe Adavlin Zariu ju mirëpresin si zakonisht në tinguit e mrekullueshëm të muzikës tonë tradicionale. I ftuar edhe komediani Gent Bejko, i mirënjohur nga spektaklet si Portokalli apo Apartamenti 2XL. Menuja e darkës përfshin 5 dalje, për fëmijë do të ketë dhurata nga babagjyshi i vitit të ri, sponsor Angel Caka. Pra më 31 dhjetor në Panemonte Banquet Hall, dark me rastin e vitit të ri. Biletat kanë filluar të shiten, ndaj telefononi sa më parë. Muzikantët Emiliano Talo dhe Alket Niçka si dhe DJ Eri ju ftojnë më 31 dhjetor në mbrëmje të kaloni mrekullueshëm natën e vitit të ri në Kings Garden Banquet Hall. Muzik live dhe dark e plot, 2 shishe verë dhe 1 shishe shampanjë për çdo tavolinë, por edhe argëtim për të gjitha moshat. Për të vegjëlit babagjyshi do të sjell plot dhurata, kurse të rriturit do të shijojnë kërcimet e hijshme belly dance. Gjithashtu nëpërmjet një llotarie do të jepet një aparat Tibo me kanalet shqiptare falas. Telefononi për bileta. Pasqyra shqiptare falenderon Giros Place për mbështetjen që dha në realizimin e këtij episodi. Ushqim mesdhetar i gatuar në çast, shije si askund tjetër. Dixi dhe Matheson.